për kryeprokuror të shtetit ka hyrë në një fazë delikate. Dilemat për konflikt të interesit në mes të kandidatëve për kryeprokuror të shtetit janë konfirmuar së fundi nga Agjencia kundër korrupsionit. Lista prej 6 kandidatëve për kryeprokuror të shtetit, e miratuar nga Këshilli Prokurorial me 15 shkurt, është shkurtuar. Kandidati për kryeprokuror të shtetit Arben Ismaili është tërhequr nga gara për shkak se zgjedhja e tij në këtë pozitë paraqet konflikt të interesit. Historia e situatave të konfliktit të interesit në Këshillin Prokurorial është shumë e gjatë. Prej kohës kur ish-antarët e KPK-s ja kanë vazhduar mandatin vetës deri tek kryeprokurorët e zgjedhur në konflikt të interesit. Në mbledhjen e fundit të KPK-s, antarët e Këshillit kanë ngritur dilema rreth konfliktit të interesit për kandidatë të caktuar që ja kanë mësyer garës për kryeprokuror të shtetit. Për të shmangur situatat e konfliktit të interesit në mesin e kandidatëve, antarët kanë kërkuar që të kërkohet opinion nga Agjencia kundër korrupsion si institucioni i mandatuar për interpretimin e konfliktit të interesit. Pavarësisht këtyre dilemave, kryeprokurori i shtetit Aleksandr Lumezi në këtë mbledhje ka thënë se Këshilli Prokurorial nuk ka nevojë që të kërkojë interpretim nga agjencia, pasi kandidatët sipas tij i kanë plotësuar të gjitha kriteret me ligj. Në këtë mënyrë, Këshilli Prokurorial edhe ka konfirmuar listën prej 6 kandidatëve për kryeprokuror të shtetit. Kjo nuk e ka bindur ish-antarin e KPK-s, njëherësh kandidatin për kryeprokuror të shtetit Arben Ismaili. Ai i është drejtuar agjencisë me kërkesë për interpretim rreth konfliktit të interesit. Përveç për vete, Ismaili ka kërkuar interpretim edhe për këto raste. Kandidatura dhe zgjedhja e ish-kryesuesit Bleri Misufaj, i zgjedhur kryeprokurori prokurorisë speciale, tani më kandidat për kryeprokuror të shtetit. 2 kandidaturat edhe në Këshillin e mëparshëm, edhe në përbërje të këtij këshilli, e ish-antarës së prokurorisë së Gjakovës për kryeprokurorët e prokurorisë së Gjakovës. Pozita e antarit të KPK-s, respektivisht kryesuesit të KPK-s Jetish Maloku, po ashtu edhe deklarimi i tij në publik si kryesues i panelit intervistues për marrjen e opinionit nga AKK për konfliktin e mundshëm të interesit, kandidatura e Arben Ismailit për kryeprokuror të shtetit apo eventualisht për kryeprokuror të ndonjë prokurorie respektive në Kosovë. Agjencia kundër korrupsionit me 4 mars ka nxjerrë opinion, duke konstatuar se emërimi eventual i ish-antarëve të KPK-s në pozitën e kryeprokurorit të shtetit pa kaluar afati prej 2 vjetëve nga përfundimi i mandatit në Këshillin Prokurorial bie ndesh me ligjin për konflikt të interesit. Në këtë rast, kandidati Arben Ismaili, nëse do të zgjidhej kryeprokurori i shtetit, do të ishte konflikt i interesit. Ndërsa sa i përket situatës së kandidatit Bleri Misufaj, nëse zgjedhja në pozitën e kryeprokurorit të prokurorisë speciale ishte në konflikt të interesit, pasi ishte zgjedhur menjëherë pasi kishte dhënë dorëheqje nga KPK, në këtë opinion të AKK-s është theksuar se inicimi i procedurës për konflikt të interesit në agjenci nuk mund të fillojë nëse se kanë kaluar 2 vite nga data e kryerjes së veprimit, përveç kur parashihet ndryshe me ligj. Pra në këtë rast, AKK nuk e ka trajtuar situatën e kandidatit Bleri Misufaj, por nëse bëhet krahasimi me situatën dhe opinionin e AKK-s për kandidatin Arben Ismaili, atëherë rezulton se situata është identike, pra zgjedhja e Bleri Misufajt në pozitën e kryeprokurorit të prokurorisë speciale përbën konflikt të interesit. Por kjo nuk është trajtuar asnjëherë nga Agjencia kundër korrupsionit. Pas këtij opinionit të premtëm pasdite, kandidati Arben Ismaili ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga gara për kryeprokuror të shtetit. Gzim Shala, ulëmtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i cili e monitoron sistematikisht Këshillin Prokurorial, thotë se IKD me kohë kishte alarmuar KPK-n, AKK-n dhe publikun për këto situata të konfliktit të interesit. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka monitoruar sistematikisht të gjitha proceset në Këshillin Prokurorial të Kosovës, përfshirë edhe konkursin për kryeprokuror të prokurorisë speciale, kryeprokuror të prokurorisë themelore në Prishtinë dhe prokurorisë themelore në Gjakovë, por edhe gjitha prokurorive të tjera. Në rastin e zotërisë Sufaj, IKD vazhdimisht kishte konstatuar se përbën konflikt të interesit situata
kur i njëjti jep dorëheqje nga KPK e zgjidhet nga kolegët e tij në krye të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Kjo situatë ishte adresuar me kohë nga IKD dhe këto gjetje ja mundsonin KPK-s që në kohë reale të menjanonte situatat e kësaj natyre. Por se përballë këtyre gjetjeve mungon të vullneti në Këshillin Prokurorial të Kosovës për të shmangur këto situata të konfliktit të interesit. Gjetjet tona po dëshmojnë se kanë qenë 100% të sakta kur kemi konstatuar se ish kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, zotri Blerimi Sufaj, është zgjedhur në pozitën e kryeprokurorit të PSRK-s duke qenë në konflikt të interesit. Pra, opinioni i Agjencisë kundër korrupsion në rastin e situatës së zotrit Ismailit është identik me situatën e zotrit Blerimi Sufaj. Ky opinion i agjencisë dëshmon atë që si IKD e kemi konstatuar vazhdimisht, kulturën e pandëshkueshmërisë dhe amnistinë e vazhdueshme që institucionet dhe agjencitë që merren me zbatimin e ligjit ja bëjnë njëra tjetrës. Hulumtuesi Shala thot se IKD pas përgatitjes së kësaj analize ligjore ka njoftuar të gjithë akterët për konfliktin e interesit të Blerimi Sufajt, por që kanë heshtur si Këshilli Prokurorial, ashtu edhe Agjencia kundër korrupsionit. Raportet tona që përmbajnë gjetje, vlerësime dhe rekomandime bëhen publike dhe raportohen në media vazhdimisht. Dhe kështu ka ndodhur edhe në rastin e raportit ku është konstatuar konflikti i interesit nga zotri Sufaj. Përveç kësaj, për të mos i lënë asgjë rastësisë, ne këtë dhe raportet e tjera u kemi dërguar gjithë anëtarëve të KPK-s, si dhe drejtorit të Agjencisë kundër korrupsion, për të mos na thënë se nuk e kemi ditur. Fatkeqësisht këto institucione nuk kanë reaguar, kështu që koha e kaluar në mos reagim institucional për këto raste ka krijuar një situatë kur konflikti i interesit në kuptim të zgjedhjes së kryeprokurorit të PSRK-s tani më nuk mund të menjanohet apo shmanget. Kjo situatë ka ndodhur duke e ditur përmes një analize të detajuar të IKD-s se ky proces është i përfshirë në konflikt të interesit. Kjo heshtje dhe ky mosveprim i KPK-s dhe veçanërisht e Agjencisë kundër korrupsion e vën në dyshim edhe integritetin e vetë këtyre institucioneve që brenda kompetencave të tyre ti përgjigjen në mënyrë meritore situatave kur paraqitet konflikti i interesit. Betimi për drejtësi ka drejtuar kërkesë tek Agjencia kundër korrupsionit dhe Këshilli Prokurorial për t'i pyetur se pse nuk kanë vepruar në rastin e kandidatit Blerimi Sufaj, kur është zgjedhur kryeprokuror në Prokurori Speciale, por asnjëri nga anëtarët e KPK-s nuk është përgjigjur, ndërsa një përgjigje me shkrim e kanë kthyer zyrtarët e agjencisë. Në lidhje me pyetjet tuaja pas informatave të pranuara nga menaxhmenti i agjencisë, ju njoftojmë si në vijim. Procedura administrative e agjencisë për rastet e konfliktit të interesit fillon në këto mënyra, sipas detyrës zyrtare, me kërkesën e zyrtarit të lartë, me kërkesën e personit zyrtar dhe pas aprovimit nga institucioni punëdhënës, me kërkesën e institucionit dhe në bazë të lajmërimit të ndonjë personi tjetër apo lajmërimi anonim. Ndërsa në bazë të shënimeve që disponon Departamenti për parandalimin e konfliktit të interesit, nuk ka të evidentuar asnjë kërkesë zyrtare për këtë pretendim. Në Agjencinë kundër korrupsionit ekziston një zyrë e cila vazhdimisht ka monitoruar raportimet e mediave për rastet që hyjnë në fushveprimtarinë e agjencisë. Betimi për drejtësi ka pyetur agjencinë nëse ky rast është evidentuar për të vepruar sipas detyrës zyrtare, por përgjigjja e agjencisë është se agjencia nuk ka shënime që është identifikuar ky rast nga mediat. Agjencia nuk ka shënime as për njoftimin të cilin IKD-ja ka bërë AKK-s me shkrim. Betimi për drejtësi ka pyetur nëse do të merren veprime ligjore ndaj zyrtarëve të agjencisë që nuk kanë vepruar në rastin e Blerimi Sufajt, ndërsa në përgjigjen e agjencisë thuhet se kjo agjenci mund të ndërmerrë ndonjë veprim vetëm nëse ka ndonjë pretendim që dikush nga AKK ka rënë ndesh me legjislacionin që bie në fushveprimtarinë e agjencisë. Agjencia kundër korrupsionit nuk ka vepruar në rastin e konfliktit të interesit të Blerimi Sufajt në kohën kur udhëhiqej nga drejtori Shaip Havolli. Ky i fundit i pyetur për këtë përmes kërkesës së betimit për drejtësi nuk është përgjigjur. Hulumtuesi i IKD-s Gzim Shala thotë se ky rast dëshmon mungesën e integritetit të KPK-s dhe AKK-s, të cilat duhet të mbahen përgjegjës për dëmet e shkaktuara me këto veprime.
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Agjencia kundër korrupsion nuk i kanë ushtruar kompetencat dhe përgjegjësitë e saj dhe në heshtje e ka lejuar një shkelje të tillë përkundër paralajmërimeve tona të vazhdueshme. Thjesht kjo situatë dëshmon gjetje tona të vazhdueshme se nga ky sistem, nga këto institucione kemi kultivim të pandëshkueshmërisë dhe amnistim përmes fiskulturave ligjore. Prandaj edhe nuk kemi rezultate të prekshme në fushën e sundimit të ligjit. Në këtë raste duhet të ketë llogaridhënie, duhet me dhënë përgjegjësi. Është koha e fundit që institucionet të angazhohen seriozisht që ta largojnë mendsinë e pandëshkueshmërisë në jetën institucionale. Aktivistja Megjide Demolli Nimani nga Lëvizja Fol thotë se shoqëria civile vazhdimisht ka ngritur debatin publik në lidhje me integritetin e kontestuar të proceseve të zhvilluara nga Këshilli Prokurorial në lidhje me zgjedhjen e kryeprokurorëve. Ky opinion i Agjencisë kundër korrupsionit, i cili konstaton se zgjedhja eventuale i anëtarit të KPK-s Arben Ismaili në pozitën e kryeprokurorit të shtetit paraqet konflikt të interesit, dëshmon qartë se si KPK ashtu edhe Agjencia kundër korrupsionit para 2 vitesh kanë mbyllur syt për situatën e njëjtë në rastin e zotëri Blerimi Sufajt. Kjo nuk ka qenë e rastishme dhe po dëshmohet edhe përmes këtij opinionit të agjencisë. Në këtë rast, anëtarët e KPK-s dhe ata zyrtarë përgjegjës të agjencisë që me vedije kanë heshtur dhe nuk kanë vepruar, por kanë lejuar zgjedhjen e një kryeprokurori të prokurorisë speciale në mënyrë të kundërligjshme, duhet të mbahen përgjegjës. Duhet të ndalet kjo kulturë e pandëshkueshmërisë. Pas kësaj situate të krijuar, këta përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile thonë se Këshilli Prokurorial duhet të reflektojë mbi procesin e zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit për të eliminuar kandidatët që bien në kundërshtim me ligjin dhe që kanë integritet të kontestuar. Ligjërisht tani për tani kandidati tjetër i cili është tekstuar në këtë opinion përkatësisht zotri Isufaj nuk ka problem ligjor në lidhje me konfliktin e interesit, pasi në këtë kohë ka kaluar afati kur agjencia do të mund ta parandalonte situatën e konfliktit të interesit. Megjithatë, sipas këtij opinioni, në krahas të situatave të cilat janë identike, zotri Isufaj ka qenë në konflikt të interesit kur është zgjedhur kryeprokurori i prokurorisë speciale. Prandaj zgjedhja e tij në këtë pozitë është bërë në mënyrë të kundërligjshme, siç kemi konstatuar ne si IKD me kohë dhe kemi paralajmëruar publikisht. Kjo në fakt tani flet për integritet të kontestuar të këtij kandidati për të zgjidhur në krye të prokurorit të shtetit. Pra, përkundër që çështja juridike ndaj tij është parashkruar, kjo situatë paraqet një integritet të kontestuar për një kandidat që më ton ta marrë kreun e prokurorit të shtetit. Ky opinion i agjencisë tashmë ka qartësuar situatën për disa kandidatë që janë në garë. Arben Ismailit i kufizohet zgjedhja si kryeprokuror, ndërsa kandidatit Blerimi Sufajt i konfirmohet shkelja ligjore me rastin e zgjedhjes në pozitën e kryeprokurorit të prokurorisë speciale. Për këtë proces të zgjedhjes së kryeprokurorit të prokurorisë speciale dhe prokurorisë themelore në Prishtinë, kemi pasur reagime publike edhe nga partnerët ndërkombëtar që mbështesin Këshillin Prokurorial. Në këtë rast, ambasada amerikane aso kohë kishte hequr dorë nga ky proces me arsyetimin se Këshilli ka shkelur rregullat e veta. Këto reagime të partnerëve ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile për fat të keq janë injoruar vazhdimisht nga Këshilli Prokurorial. Një qasje e tillë tani pas kësaj situate të re të krijuar, pas opinionit të Agjencisë kundër korrupsion, duhet të ndryshojë. Nuk mund të lejohet të vazhdohet me procese të kontestuara dhe me kandidatë që kanë pashtu integritet të kontestuar. Betimi për drejtësi është drejtuar të gjithë anëtarëve të KPK-s me kërkesë për të mësuar se pse Këshilli Prokurorial nuk ka reaguar në rastin e Blerimi Sufajt dhe se si do të veprojnë tutje pas këtij opinionit të agjencisë në rastin e kandidatit Arben Ismaili. Por asnjëri nga anëtarët nuk është përgjigjur. Betimi për drejtësi është drejtuar me kërkesë edhe ish drejtorit të agjencisë Shaip Havolli, por as ai nuk është përgjigjur. Njëjtë nuk është përgjigjur as kandidati Blerimi Sufaj. Një ndër kompetencat më të rëndësishme të Këshillit Prokurorial si institucion kolegial është procesi i përzgjedhjes dhe propozimit për emërim të kryeprokurorit të shtetit, i cili ka mandat 7 vjeçar.
Krye prokurorit aktual Aleksandr Lumezi i skadon mandati me 21 prill 2021. Këshilli prokurorial me 12 janar të këtij viti e ka shpallur konkursin për krye prokuror të shtetit. Arben Ismaili, prokuror në prokurorinë e apelit, Armend Hamiti, prokuror në prokurorinë themelore të Prishtinës, Blerim Isufaj, krye prokuror në prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës, Kujti Munishi, krye prokuror në prokurorinë themelore të Prishtinës, Lulzim Sulejmani, prokuror në zyrën e krye prokurorit të shtetit, dhe Shqipdan Fazliu, prokuror në zyrën e krye prokurorit të shtetit. Ajo që vërejt është fakti se edhe pse 44% e prokurorëve në sistem janë gra, asnjë nga to nuk ka aplikuar për këtë pozitë. Prej 10 krye prokurorëve aktual në sistemin prokurorial, të gjithë janë burra. Gjithashtu garës për krye prokuror të shtetit nuk i ka hyrë asnjë kandidat nga komunitetet jo shumicë në Kosovë. Kush janë kandidatët në garën për krye prokuror të shtetit? Për t'u informuar në lidhje me vizionin dhe planin e këtyre kandidatëve për pozitën e krye prokurorit të shtetit, Betimi për Drejtësi ka ftuar të gjithë kandidatët që të marrin pjesë në një debat televiziv. Vetëm 2 prej tyre janë përgjigjur pozitivisht, Armend Hamiti dhe Arben Ismaili. Ndërsa kandidati Shqipdan Fazliu ka pasur kërkesa specifike për pjesëmarrje në një debat të tillë. Ai ka pranuar të jetë në emision, vetëm nëse emisioni do të shfaqej në të njëjtën kohë në të gjitha televizionet. Kërkesë kjo që i tejkalon mundësitë e redaksisë së emisionit Betimi për Drejtësi. Sidoqoftë, me që shumica e kandidatëve nuk janë përgjigjur, ka mbetur pa u realizuar debati mes tyre, që përbën interes publik. Në vazhdim, Betimi për Drejtësi do të shpalos CV-t e kandidatëve, bazuar në informacionet që ata kanë bërë publike dhe ato të cilat janë hulumtuar gjatë raportimit për punën e tyre. Arben Ismaili në 2012 ishte emëruar prokuror në departamentin e përgjithshëm në prokurorinë themelore të Gjilanit. Pasi ka kaluar mandatin fillestar prej 3 viteve, prokurori Ismaili në 2015 ishte avancuar në departamentin e krimeve të rënda. Në 2016 ishte emëruar si antar i Këshillit Prokurorial. Në prill 2017, prokurori Ismaili ishte emëruar zëvendës kryesues i Këshillit Prokurorial, të cilën pozitë e kishte mbajtur deri në tetor 2020, kur edhe kishte dhënë dorëheqje nga Këshilli Prokurorial, pak para skadimit të mandatit 5 vjeçar. Avancimi në karrierë i prokurorit Ismaili ka vazhduar. 7 muaj pas përfundimit të mandatit si antar i Këshillit, ai është avancuar në prokurorinë e apelit. Ai është futur në garë për krye prokuror të shtetit, në të cilën është konfirmuar nga Këshilli Prokurorial. Por së fundi opinioni i Agjencisë kundër korrupsionit, pas kufizimit që ja ka vendosur për t'u zgjedhur në pozitën e kryeprokurorit, është tërhequr nga kjo garë. Armend Hamiti nga 2005 deri në 2008 kishte punuar si zyrtar ligjor, përkatësisht zyrtar i lartë ligjor në Prokurorinë Speciale të Kosovës, aso kohë si pjesë e UNMIK-ut. Nga janari 2010-2011 ai ishte këshilltar ligjor në ICITAP, në programin për ndihmë dhe trajnime në hetimet kriminale ndërkombëtare të ambasadës amerikane në Prishtinë. Karrierën në prokurori e ka filluar në dhjetor 2012. Në mars 2017 ai ishte avancuar në departamentin e krimeve të rënda në prokurorinë themelore në Prishtinë, ku ende vazhdon. Prokurori Hamiti edhe më parë ishte pjesë e disa proceseve rekrutuese, por që nuk kishte marrë besimin e kolegëve të tij në pozitat në të cilat kishte kandiduar. Blerim Isufaj në 2008 ishte caktuar këshilltar politik i ministrës Nekibe Kelmendi, që vinte nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, deri në qershor 2010. Pas një muaj nga kjo pozitë, Isufaj ishte emëruar prokuror në prokurorinë e Qarkut në Prishtinë, e cila aso kohë udhëhiqej nga Aleksandr Lumezi. Në gusht 2013, prokurori Isufaj ngritet në detyrë në prokurorinë speciale. Gjatë 2015, prokurori Isufaj caktohet antar i Këshillit Prokurorial. Në fillim 2016 emërohet kryesues i Këshillit Prokurorial deri në janar 2019. Pas skadimit të mandatit të kryesuesit, ai ka pasur mandat edhe 2 vite si antar i Këshillit, por pas 2 muajve në mars 2019, ai ka dhënë dorëheqje nga pozita e antarit. Në janar të vitit 2020, antarët e Këshillit, të cilët dikur i kishte vartës, kanë zgjedhur Isufajin për kryeprokuror të prokurorisë speciale. Blerim Isufaj deri më tash asnjë mandat nuk e ka përfunduar deri në fund. Së fundi ja ka mësyer edhe garës për kryeprokuror të shtetit, për ta zëvendësuar edhe një herë shefin e tij Aleksandr Lumezi,
duke lënë kështu në gjysmë mandatin e kryeprokurorit në prokurori speciale. Emrimi i Blerim Isufajt si kryeprokurori prokurori speciale, sikurse ka konstatuar edhe IKD, është bërë në kundërshtim me ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, lidhur me procesin e emrimit të kryeprokurorit të speciales dhe kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prishtinë. Kishte reagime lidhur me integritetin e këtyre proceseve, si nga IKD, ashtu edhe nga ambasada amerikane dhe organizata të tjera të shoqërisë civile, që e monitorojnë sistemin prokurorial. Këshilli prokurorial nuk ka pasur vullnet dhe interes ta trajtojë këtë kërkesë, duke cenuar rënd integritetin dhe kredibilitetin e sistemit prokurorial. Kujti Munishi ishte bashkuar sistemit prokurorial në 2012 si prokuror në prokurorinë themelore në Gjilan. Aty ka punuar deri në 2015, kur angazhimin e tij e ka vazhduar në majën e sistemit prokurorial, si këshilltar në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, Aleksandr Lumezi, të cilin tash synon t'ia zëvendit. Lidhja e Munishit me kryeprokurorin Lumezi ka qenë speciale që nga koha kur kryeprokurori Lumezi e ka marrë pozitën e të parit të prokurorisë. Munishi ishte i angazhuar si prokuror përgjegjës për integrime evropiane në zyrën e kryeprokurorit të shtetit dhe prokuror në zyrën e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit. Në 2016, Munishi ka kaluar në prokurorinë themelore në Prishtinë. Në 2017 është caktuar udhëheqës i Departamentit për krime të rënda. Në qershor 2019, Këshilli prokurorial, në kundërshtim me rregullorën e vet, e ka caktuar Munishin ushtrues detyre të kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prishtinë. Ndaj këtij vendimi ishte ankuar zëvendësi i kësaj prokurorie Ibrahim Berisha, duke e paditur KPK-n. Pas gjysmë viti, Munishi zgjidhet kryeprokuror i prokurorisë themelore në Prishtinë. Procesi që nxori Munishin kryeprokuror u cilësua si i kontestuar nga shoqëria civile dhe partnerët ndërkombëtar. Kujti Munishi ndryshe njihet edhe si prokurori i dosjes Lumezi. Dosja e provimit të jurisprudencës së Aleksandr Lumezit doli në pah në tetor 2017. Në këtë kohë, emri i Munishit do të bëjë i njohur për publikun, pasi rastin ndaj shefit të tij, Aleksandr Lumezi, do ta trajtonte në afat rekord, duke e mbyllur për vetëm 21 ditë. Mbyllja e këtij hetimi parapenal ishte vlerësuar si skandaloze nga aktorë të shumtë, të cilët mbetën pa shumë përgjigje, që meritonte trajtimi i këtij rasti. Lulzim Sulejmani pas përfundimit të luftës me 1999 e deri në maj 2007 ka ushtruar detyrën e prokurorit në prokurorinë e Prishtinës. Prej 2007 deri në 2010 ka ushtruar detyrën e prokurorit special në prokurori speciale për t'u avancuar në zyrën e kryeprokurorit të shtetit. Shqipton Fazliu ka filluar prokuror në tetor 2010 në Gjilan. Në fund 2013, prokurori Fazliu nga Këshilli prokurorial është caktuar koordinator kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike. Në 2018, përmes konkursit, Fazliu ka kaluar nga prokuroria themelore në zyrën e kryeprokurorit të shtetit. Se si do të vazhdoj gara për kryeprokuror të shtetit, mbetet të shihet. Kërkeset gjithë komunitetit të shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtar që e mbështesin Këshillin prokurorial është që ky proces të përcillet me integritet.